pak sekonda, po. Do me thënë, kryeministri jo që ka dashur të jetë aty protestus, po ka dashur të marrë narrativën e saj, ka dashur të marrë simbolet e saj, sepse doli me bluzën e pelikanit dhe me bluzën e flamingos. Sot, pse ishte festa e PS-s me flamurin kombëtar? Sepse është simboli i protestës të qytetarëve. Do të thotë, narrativën që ai ndërton kërkon që ta përvetësoj, por s'po ja del dot. Do të ulet mendon zoti Rama, mendoj që zoti Rama ose kjo protestë do ta ul zoti Rama në bisedime? Ka vetëm një përgjigje për zotin Rama dhe për zotin Berisha. Kjo nuk është më protestë e qytetarëve që ata kanë drejtuar këto 35 vite. Kjo është protestë e një brezi të ri, që nuk e ka të nevojshme leadershipin. Kjo është një protestë e atyre që nuk i kanë frikë njerëzit, pushtetarët, administratën, edhe prindrit e tyre. Pra nuk janë rritur, do shta të tavolin vetëm ti e pjesë e këtij brezi, dhe ti më kupton më mirë se kushdo, që ky brez mund të ndryshoj, ndoshta nuk mund të ndryshoj sistemin, ndoshta dhe kryeministrin, unë të doja shumë dhe shpresoj që ta ndryshoj, kjo protest do ndryshoj marrëdhënien e qytetarit me sistemin ose me pushtetin. Dhe për këtë jam i sigurt dhe ka nisur. Do t'jetë një lloj alerti që kujdes. Kushdo që do të vijë kryeministër pas Edi Ramës, do ta ketë frikën e këtyre. Kushdo që do tentoj të marrë përsipër të shes pronat e shqiptarëve në mënyrë të paligjshme, do marrë përsipër që të përballet me këta. Me që zoti Prençi kishte një është një replikë se t'ja fjalën zonjës që ndërkohë vazhdojnë pankarta të ndryshme që aty pak kujdesshëm kur transmetojmë disa plane, e kuptoj që memet në fakt kanë qenë edhe nuk e dia ishte memet kanë qenë një nga pikat që e ka bërë akoma dhe më trend në rrjetet sociale. Jemi popull fryzues, sidomos rinia. Shikoj një live për mua që unë e besoj këtë lajmin që më erdhi, por edhe duke u referuar një konfirmimi publik, sot në protest kanë qenë dy eksponent Partisë Socialiste, ish ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati, i cili edhe ka deklaruar publikisht jam në protest dhe me protestën, edhe Arta Dade, ka thënë jam në protest dhe me protestën dhe nuk jam me festën e Partisë Socialiste, një person më konfirmon që janë parë në protest. Dhe kjo është një sinjal shumë i mirë. Përsa i përket dë ulljes në Triez, unë kam një informacion që në Trieza do t'jetë disa ditë më vonë dhe në kratë grupimit që drejtojnë protesten, nuk do ketë asnjë nga krerët e partive politike, as të opozitës re, as të opozitës vjetër, dhe as të majorancës. Pra grupimi nga do daljen, nga do vinë? Do jeti përfaqësuar në vetë shoqëri civile? Bashku me eksponentët që do vinë nga diaspora. Pra do jetë një formim shumë interesant dhe them që do të avenë me shpatlla për muri edhe kryeministrin edhe opozitën e vjetruar dhe pa vizion për Shqipërinë e re. Dhe kjo nëse do të ndodhë kështu, si që paktën unë kam ca informacione, kjo do të jetë një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë, sepse në fund të fundit ne jemi mësuar të themi që po vdiqen veri vdes Shqipëria, po vdiq Rama vdes Shqipëria dhe s'ka kur ta drejtoj. Jo, Shqipëria në luftë i ka prodhuar udhëheqësit, në luftë i ka prodhuar leadershipet, në luftë i ka prodhuar dhe ngritur komandantët dhe Shqipëria ka ecur përpara. Dhe do të them që kjo do të jetë fundi i tranzicionit të një politike të vjetruar me një mendësi të vjetruar trashëgim i politikës së 45 vjeçare të Skënderi dhe Deta e për një mbyllje të kësaj që jemi duke ndjekur apo nëse doni të këtij dy javëshi. Unë shpresoj shumë që Rama të vetëdijsohet që zëri i popullit, siç i pëlqen atij shumë shpesh ta quhet, ta evokojë në fjalimet e tij, është pikërisht në këto rrugë të kryeqytetit sot, siç ka qenë për gjithë këtyre ditëve, se sot gjatë fjalimet të tij tha që atë investim në Zvërnec, po e citoj, dua që ta bëjmë, t'i vëmë kurorës mes dheut në emër të Republikës së Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, në emër të fëmijëve tanë, po këtë absolutisht nuk e pranojnë në emër të fëmijëve tanë, edhe as në emër të popullit, edhe as në emër të Republikës së Shqipërisë, nuk mund të merren vendime në mënyrë të tillë abuzive, pa transparencë dhe asesi nuk mund të nëpërkëmbet më dinjiteti i shqiptarëve në këtë mënyrë. Kështu që shpresoj shumë që të reflektohet dhe të kemi një kthim mbrapa edhe mbi gjitha që të reflektohet edhe më gjerë nga gjitha aktorët politik për t'u përgjigjur kërkesave të këtyre njerëzve edhe vizionit për jetën në thelb që kanë ata. Dedaj, fjala fundit? Fjala e fundit është që mos prisni
ndonjë ndryshim të madh nga protestat, ju i keni parë në Beograd. Protestat kanë qenë shumë masive, madje edhe më agresive se sa kaq. Edhe nuk u arrit asgjë. Por që vazhdojnë. Nuk u arrit asgjë. Problemi qëndron që protestuesit duhet të kalojnë përtej emocionalitetit dhe përtej të qenurit protagonistë të kohës tyre, të jenë racional sa i përket objektivit dhe qëllimit që duhet të arrijnë gjë të cilën nuk e shohim dhe kakofonia, pavarësisht frikës apo dëshirës të disave që mos të ketë protagonizëm apo krijimin e një celule bazë. Kjo nuk do të thotë se këta mund të krijohen lidera të komunikimit edhe mund ta përdorin, ato e krijojnë si funksion e mbyllin. Kaq, kërkojnë një racionalitet nga protestuesit për të thirrë vërtetës nuk e kanë parë. Për ata që thoni ju që janë në krye të organizimit. Faleminderit shumë zoti Dedaj, faleminderit shumë zoti Xhemollari, faleminderit shumë zonja Skënderi, faleminderit shumë për të prençi. Nesër më shumë. Duke i falenderuar të ftuarit, shumë dua të falenderoj gjithashtu gazetarët, operatorët, gjithë stafin e Euronews Albania që është në terren duke ndjekur